Gjatë vizitës së tij një ditore në Durrës, kryebashkiaku i Barit Vito Lecese u mikprit në ambientet të Universitetit Aleksandër Mojsiu nga rektori Shkëlqim Fortusi. Lidhjet e forta mes Universitetit të Durrësit dhe Universitetit Aldo Moro në Bari synohet të intensifikohen dhe më shumë, pasi në takim ishte i pranishëm dhe profesor Giuseppe Morghese, i deleguar nga rektori i Universitetit të Barit Roberto Bellotti. UAMD bashkëpunon ngushtë prej disa vitesh me disa nga universitetet MNZ të Italisë, prandaj për rektorin Fortusi, takimi i sotëm është një tjetër hap i hedhur drejt ndërkombëtarizimit të mëtejshëm të universitetit. Me këto universitete ne kemi filluar bashkëpunimin dhe aktualisht bashkëpunimi është në kuadër të organizimit të aktivitetet të përbashkëta kërkimore shkencore, por me ardhjen e këtij delegacioni natyrisht ky bashkëpunim do të forcohet dhe do të zhvillohet më tej në fushat tjera, siç janë fushat e kërkimit shkencor, në fushën e arkeologjisë, siç dihet Durrësi është një nga qytetet kryesore antike në Shqipëri, dhe natyrisht në këtë kuadër universiteti jonë do të vazhdojë të vijojë punën edhe në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit për promovimin e seteve arkeologjike dhe për zhvillimin më të mëtejshëm të kërkimit shkencor në këtë qendra. Do të krijojmë për herë të parë në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës një muze për periudhën arbareshe dhe do t'i dedikohet kryesisht kulturës arbareshe. Prej vitesh, Durrësi dhe Bari janë binjakëzuar me njëri tjetrin dhe sipas kryebashkiakut Lecese, tashmë është koha që binjakëzimi të kthehet në veprime konkrete mes dy qyteteve bregdetare. Po forcoj më shumë lidhjet mes Barit dhe Durrësit. Janë dy qytete që i ndan vetëm deti Adriatik dhe që i lidh një histori e përbashkët. Dy qytetet kanë shumë gjëra të përbashkëta dhe pikërisht mbi këto duhet të punojmë. Sot u takova me homologen Sako, me nxënësit e shkollës së mesme Leonik Tomeo dhe tani jam këtu me rektorin Fortusi. Shpresoj që idetë të konkretizohen në veprime konkrete. Jemi dy qytete që kemi bërë binjakëzimin, dhe ky binjakëzim duhet të konkretizohet me përmbajtje. Në takim ishte i pranishëm dhe Michele Di Lucia, nënkryetari i komunës Kjeuti në provincën e Foxhas, një komunë me popullsi arbëreshe. Rotary e Club Durrës 24 ka realizuar me komunën Piana degli Albanesi një marrëveshje bashkëpunimi përmes së cilës mundësohet që studentët arbëresh të ndjekin studimet në UAMD me bursa të sponsorizuara nga klubi rotarian. Marrëveshja synohet të shtrihet dhe në komuna të tjera arbëreshe në rajonin e Puljas.